أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërofyes dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati ndershëm, fillimisht Allah I kabul të na bëjë këtë ditë agjërimi. Inshallah Allahu Teala që së razi me këto ibadete që ka mundofmi të I bëjmë në këto ditë mëdhoja të Ramazanit. Inshallah Allahu Teala që u lehtësoje Ramazanin dhe të na e bëjë kabul kreta që ka I bëjmë brenda këtij Ramazanit, me agjerim, me teravia, me namaze, me leximet Kur'ane, dhikre, duaja. Inshallah Allahu Teala të na I bëjë kabul gjithve inshallah. Xhamati nderuam, ne si musliman jemi vazhdimisht duke pa se çfarë është duke ndodhur sot na për botë. Gjithë jemi duke pa në për lajme se krejt bota diçka ka problem me muslimant. Krejt bota sot mundohet të sulmoje muslimant. Kur ta ndish një luft, kur nis dikundi, nisin të muslimant. Po kjo pse të ne ndodhën? Pse bashkë të ne muslimanët vazhdimisht luftet janë pandalshme? Nisën Gazat, që tash Irani, Afganistani me Pakistanin a gjel luft, vazhdimisht njëna me qetrën, muslimant njëni me qetrin kanë probleme. Po edhe të tjerët kër I sulmojnë, I zgjedhin shtetet e muslimanve. Çka është problemi? Që këtë gjendje xhamat e ka paralajmëru edhe I dërgumi jonë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe unë inshallah Teala do të ndalëm këtë hadith, të cilin do ta paraqes para jush që edhe ju ta shihni se me të vërtet atë çka e ka thënë pejgamberi alayhis salam para 1400 vjetëve sot është duke ndodhur. E ne çka ka thënë pejgamberi alayhis salam është duke u bë sot realitet. Po ku është defekti? Inshallah Taala do ta shohim ditë defektet kryesore që pejgamberi alayhis salam tregoi pse është kjo gjendje të muslimanëve që bota është u bu për të shkatruar. Thot pejgamberi alayhis salam në hadithin që e përcjell Thaubani radiallahu anhu, e këtë hadith e regjistron edhe Abu Davudi edhe Imam Ahmedi. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: do të bohen thot popujt tjerë, jo muslimant, thot do të bohen rreth juve, e ne thot do mundohen thot që shkatrojnë, sikur që të bohen thot njerëzit e unët o kollat e mësisë. Tash edhe pse hat në stall ma herët, ju ma të vjetrit e mbajnë men që u ka hangër dhe thot me një trys, apo? E ne jenë rretheku kreto kollat e mësis, e ne junti këshyrt haje, si cili të haje. E thot që kështu thot dëm lidhen popujt për rreth juve. Edhe thot dë mundohen thot që shkatrojnë, si cili që u marë atë hisën tuj, si kur që rrethekon thot të untit o kolla masës për të hangër. E kur e tha këtë pejgamberi alayhis salam, sahabët mendon pse na rrethekojnë, a pak dhe jemi, se në këtë kohë kur e tha pejgamberi alayhis salam këtë hadith, muslimanët nuk ishin shumë. Muslimanët xhamat ka shku një kohë e gjatë, ka qenë numër I vogël I muslimanëve. Para mendonja Hazreti Omer ibn al-Hattabi është I 40 musliman me rënd. Do thot I pari e keni parasysh është Hatixha, I dyti është Ebu Bekri, I treti Alija, I katërti Zejdi, e I 40 me rënd është Hazreti Omeri.
A Omeri e ka pranu Islamin në vitin e 6 të shpalljes. Dhe thot 6 vjet mbesi ka nis shpallje e Kuranit, është ba musliman Omeri. Dhe thot 6 vjet 40 musliman kanë kanë në kohë pejgamberit alayhis salam. E numri s'ka qenë shumë i madh. E në sahabët janë brengos, kanë mendu se nuk dështohet numri muslimanve. Dhe i kanë thonë, ja Rasulallah, po pse thot dë na rrethekojnë popuj qerë? Thot, a pak dë jemi ne atëherë? Tha, jo, ju tha dë jeni shumë, ama tha dë jeni tha si shkuma e detit. Dë jeni tha të parëndësishëm si shkuma e detit. A keni pa xhamat për rreth deti kur shkon, si i qetë deti atë shkumën, ato shishët, ato krandët i fugën a gje Bregdet. Qashtu edhe neve është e na fuk bota muslimanët në Bregdet a gje. Sikur kur gjonë. Si ato krandët deti që i fugën Bregdet, qashtu janë të na fuk neve. Kërkundi zoni muslimanëve mirët parasysh. A keni pa dikundi muslimanët hunxën, e në ta diskutojnë fatin e muslimanëve. Që u hunxën bëjnë dialog, bëjnë bisedë për Gazën, prap vendosën Amerika, vendosën Anglia, vendosën Franca, vendosë qetri e qetri, muslimanët ku janë? Ku janë muslimanët thonë, jo, ka dalin, ne si dhe thujmë, kërkush si bën malë. Për shpinë e muslimanëve qerët vendosin se çka do bëhet në atë shtëpi. E në pejgamberi alayhis salam tha musliman thanë këtë kohë të kese shumë, ama dhe jenë të parëndësishëm. Kërkush si merë dorë, si ajo shkuma e deti tha të bëhen muslimant. I thanë, ja Rasulallah, po pse dë ndodhe kjo? Tha dë ndodhe sepse Allahu Gjeleshanuhu pi zemrave të pabesimtarve, pi zemrave të qafirave, thot da heke frajgën pi juve. Nuk dëvu frejgën mo. Në kone sahabve, kur dilshin para me ndonja 300 veta në luftën e Bedrit, kanë luftu me 1000. E në ato kanë frikë të luftën me muslimant. Luftën qeter kanë konë 1000 musliman me 3000 qafira. Këto 3000 u frikshin për kënë 1000-ve. Luftën qeter kanë 10.000 musliman me 200.000 pabesimtar. Fitun muslimanët, do thot 10.000 me 200.000 fitun muslimanët, u frikshin qerët për muslimanëve. E tha Allahu do ta hekim thot frikën për juve. Ata më në zemër nuk do kien frikë për juve. E sot Amerikani si frikët muslimanit. Gjermani sot muslimanit nuk i frikët. A përpara u kanë frikë. A tash nuk i frikët. As francuzi si frikët muslimanit. As anglezi, as italiani, as rusi, as kinezi. Kërkush nuk ka frikë për muslimanve. Pse nuk kanë frikë? Se e shohën se çka tu bëjnë muslimanët se çojnë kryen. Fajt një shpull, ata s'reagojnë. Një shpull tjetër, ato prap s'reagojnë. Dam një shkel, prap se qelin gojen. Një ditë grushta, prap se qelin gojen. E në shohën se muslimanët e bajnë qitekin. Muslimanin bombardoje, kërkush se qelë zanin. Shkatron një shtet musliman, e shkatron Irakin, kërkush se qeli gojen. E shkatron Libin, kërkush se qeli gojen. E shkatron Sirin, askush se qeli gojen. Qeta është dhe shkatroj Iranin, nesër dhe shkatroj Arabin, kërkush gojen se qeli. Po pse më se bombardoje? Pse më se i rahin musliman, si atë fmin e vogël, kur e ze pandim, pa kërkandi që ti dale zot, e dërmën qitek, s'ka u kush i del zot. E muslimanët që kështu jenë boqe. Han qitek për dit, vritën për dit, kërkush gajnë në soka. E kjo është ai defekti i parë që tha pejgamberi alayhis salam, pi zemrave të pabesimtarve, thot do ta hekim frikën pi juve. Ata nuk dëvu frikën më. E tha në zemrët e juja, ka tha të hije el wehnu. Kjo fjala el wehnu sahabët e dishin, dopsi. Ama tha një Rasulallah, çfarë dopsi e tha dëna hije zemrët e tona? E tha pejgamberi alayhis salam, el wehnu tha që do të hijen zemrët e juja. Tha është dashnia ndaj dunjallëkit, e në friga pi vdekjes. Që kjo dhe jesën zemrët e muslimanve. Në zemrët e shkijeve, dhe hiqët friga prej muslimanve. Ata s'na frigën më xhamat.
Mos mendoje dikushi i ham dhamë, jo kur gjasën hash. Kur gjasën hash në dhamë, hiç vind bombardon, frymën s'let marsh, jo ta qelish gojen. Dhe thot, ata s'kajnë më frikë për muslimanve. A në zemrët e muslimanve, çka pas ka depërtu? Ka depërtu dashnia ndaj dunjallëkit xhamat. I na dhanë bas dunjas muslimant. Muslimanë sot shloj për dunja dërmojnë, ama për ahiret s'kujtojnë. A për dunja, sot numër 1 jënë bo muslimanë që nga rendin. E në e dyta, thot frikë për vdekjes muslimanët shumë të kijen. Para mendoj xhamat të muslimanët që në ato kohrat e përparshme se ka pas gjajle muslimani për vdekjes. Sot muslimanët shumë frikën për vdekjes. Shumë frikën sot muslimanët për vdekjes. Ma herë xhamat në hoxhallarët e kishim pak telashe na për kafe, për udhë që u folish se kishte kafe në udhë, ka njerëz që zvin xhami. E ne ish problem aty në që u folish për vdekje. Se i normali, shka i ka rrok dunjallëkin që i ka qu këtë malin kazino, shpijen kazino, e mba mendja mës po i kthen prap. E nëpse para 10 vjetëve i ka hup, thot hala të luj mës po fitoj. Ama në xhami nuk ish problem. Tash u ka bo problem edhe në xhami të folish për vdekjen. Tash në xhami me kallzu hoxha ders për vdekjen. O hoxha, ndrojbe më pak këtë temë si kini nisi hoxhallarët vdekja. Po pse a dhe jeshti për sa herë në dynja? Ti halis me ndo se sa herë dhe jeshtë në dynja. Po nëse hoxha që unë s'foli, që unë edhe më sheli gojen, nuk foli për vdekjen. Pse ty atë shtohet të imbria? Si mos foli unë për vdekjen ti të rrësh 5.000 vjeta? Jo be ti, ndash fola unë, ndash s'fola, vdekja ka të të vije. Ndash ty, ndash mu, një dit kejtë të shkojmë. Po e mira është që kur të fole hoxha, ti të njojsh, që të pregadit është bosh haza. Ta dish se vdekja mund të të vijen çdo dakik, e ne ta preq. I lumi aj që e pret vdekjen. Pse? është haza. Kur e din se balonin e kijem 7, e në ti shkon 5, nuk e promashitën balonit, s'tikën. Ama balonim 7, ti në aerodrom 8, e vala hiki balon, jo, ti u vonove, nuk t'hiki baloni, ti u vonove. Se ne i na mësu që alon falë që tërkujt, më hiki autobusi, jo be nuk t'hikën, ti e vonu, ti ke konë vonë, s'ke dalë në kohë, shkon kohë nuk t'hikën kur gjanë. Ama si qëkësh i fundit, këtë dhe hikin. E gjemat, neve muslimanve sot këtë janë të na hik. Pse hikin? Se ne jemi vonë çdo herë për çdo kundi. E kjo dopsia që e paskim ne muslimanët, gjematin dëru, është friga prej vdekjes. E Allahu Gjeleshanuhu na përmendën Kur'an dhe thot në ajetin e 8 të surës Gjuma, Bismillahirrahmanirrahim, Kull innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thot vdekja prej cilës ju hikni, thot do vu vije. S'kia ku hikën. Do vije vdekja, s'kia ku shkon. Ti sa dush hik, sa dush mundo të mshehesh dikundi. Pi vdekjes nuk kia ku mshehesh. Pi dakikit ton s'kia ku hikën. Dhe në kod pejgamberit alayhis salam munafikët nuk dilshin luft. Pejgamberi alayhis salam i thirrte për në xhihad, ata nuk dilshin. U frikshin se po vdesin. E Allahu i tha, ju hikni për vdekje. Sa të dilshin deri dikundi, se në atë kohë nuk ka konë lufta si kur sot. O desh të uthojnë ndoshta me kilometre, ndoshta një dit shkojnë deri te vendi ku ka bo lufta. E tash ka pas për munafikve që ka nis të hece, edhe sa kanë brinë gjims të udhës, i kanë ra pishmën një grup edhe u kanë këthy, kanë hik për lufte. Ja kanë këthy shpinën pejgamberit alayhis salam, edhe kanë hik. Edhe Allahu Gjeleshanu ju tha ti hikëm. Pse hik? Po dë vritëm, dë vdes. Po pse të shpia si shkosh nuk vdesa? Ti me nëse luft dë vdesh, e shpi nuk vdes? E Allahu tha, sa dush hik. Vdekja prej cilës ti hikën, ka të vije. S'kia ku shkon për vdekjes. Sa dush ti hik, momentit dakikit tonë së një hikën. Ishte gjemat në kohën e Sulejmanit a.s. Një rend duke ndejt me gjlis, dhe Sulejmani a.s. Allahu Gjeleshanu prej mrekullive ja kishtë dhënë kontrol të akese dhe erën. E kontrollojt e erën dhe në përmes erës udhtojt e në vendet larkëta.
Në një distancë që njerëzve qirë u shkojtë një mujt hecen, për shembull me kal ose me deve, Sulejmani a.s. për një paradite e hecte atu. Edhe ishte në mexhlisën e Sulejmanit njani, edhe hini një personi pa njofshëm, edhe janë gjiti syt njanit ati në mexhlis. Edhe ju trishtu pak, tha, çka më këshyre, ki më s'ka dhe një problem me mu. Edhe kur u kry, a i dol për i dhome, e ne i tha Sulejmanit a.s. Tha, o pejgamberi Zotit, që ki tha shumë çuditshëm këshyri, mi në gjiti syt, pak si trishtushëm këshyri. Kush ke, tha ki? Tha, ki tha ke me laqe vdekjes, me laqe që i merë shpirtët. Tha, valla ki sëm pas ka këshyrë për hajrë, ki sëm ka këshyrë për të një të mirë, ki garan ka këshyrë sëm ka ardë dakiki nga gatë. Po tha, o Sulejman, tha, hajt lutë e Zotin të mare era, piktu në Palestinë, të më qoje lartë dikundi, të më qoje ka India, 3-4.000 kilometre distancë. Tha, oni, edhe Sulejmani a.s. e bo një dua, e mor era, pinë Palestinë, e qojnë një Indi. Në shkretin e që dikun, sa kish mbrin shkretin, vinë me laqe vdekjes, ja merë shpirtin. E në kthehet me laqe vdekjes të mexhlisi Sulejmanit a.s. E ne i thot, oj me laqe, thot, pse e këshyre qatë njeri? Po tha, valla e këshyra se mërë habi, unë tha e kisha për disa minuta, tha që a marë shpirtin, tha nindi. Kur e pashta të mexhlisi jo të habita, si të mbrije ki, a gja këtu është hala, a unë e kom shkrujt me nindi që a marë shpirtin, ama tha unë prape kom taj vend shkoj, kur shkova të vendi, ki që atim pritte, e tha e mora, tha shpirtin. Ha? Tisa dush hik, valla, dëbohet luft dë shkoju në dikundi. Po oni të shkosh dikundi, a gjatë të zonë të tërmeti, a të shkelet e një lëmëzin, a të bësh ndeshje. Pivdekjes kërkusën ka hik gjemat. E ne muslimanët nuk e di pse frikmi pivdekjes. Ku të hikish o zotni? Si të hikish pivdekjes? Nuk i duhet adres me laqes vdekjes, valla ka da se kje ka ndru adresën, shkojnë komun të shoku adresa reje. Po si duhet adresa ati jotja. Aj, vetëm e di cilin shpirt e ka për ta marrë, ai vjen edhe usas punë. Asë një del dikush për para ti thote, e kini pa gjemat disa, ka vdek filani, si be vdish be i fort, be kaj, shumë be ku vetli, shumë be i fort, si vdish. Habit mi pse ka vdek dikushi, i fort. Po i nuk do përlat pilivana me laqin e vdekjes, i fort. Po kush pytën ti, a kje pilivan, a kje bokser, a qfar takati kje? Kush pyt? A i vetëm vine merë shpirtin usas puna. Ka një ri, ke i fort, si vdiq, po vdes, pse, qka habit është për vdekjes? S'duhet me u habit për vdekjes, gjemat. Po ashtu, problemi i dytë që ne potencoj pejgamberi a.s. e para, pse muslimanët sot janë dobët, frika për vdekjes. Defekti i dytë, e dhënë mja mbas dunjalëkit. Muslimanët dhanët mbas dunjas. Dhe Allahu Gjeleshanu këtë e thot edhe në Kur'an në ajetin 14 të surës Ali Imran, ku thot Bismillahirrahmanirrahim, zujjin e linnasi hubbu shehawat. Vu ka zbukuru, thot njerëzve, dashnia për qefët e dunjas. Njerëzive thot vu ka zbukuru, thot qefët e dunjas. E tash njerëzit gjemat me të madhe, si cili luks ma shumë se qetri. Te bo gara, kush dë boje ma shumë luks. Thirën niftar, e kish 3 mishna, 3 fe mishna, unë e 4 gjapoj. A i pi 3 furave kishte marrë buk, unë e 4 fura të shkoj të marrë buk. Si cilit boje t'i shka pse, ki 3 kat, unë e 4 kat. A i me dilemazina, unë e 3. Më borç deri këtu, s'ka lidhje, vetëm prinat halkive. Vetëm ta qasi filona, pse qas vete se ka gajle. Qetrin ta qasim. Ne që këtë defekt e kina musliman. Qetrin ta qasim, ate qas qetrin, 20 stena në zemër ju kanë vu gjajtë. Me stres, depresion, hapa, ilaçe, ndash, ama qetrin të qasë. Jo veti fund vet u plase. Se ke plas kërkandi vetin ton dhe smush. Mës bon gara se ndet kota. Allahu Gjeleshanu thot festebi kul hajrat. Bojni gara në pun të mira, në hajrat. A i dha sadaka, ta penun e sadaka. A i ndimoj një jetim, ta ndimoj në një jetim. Kje ndimoj një student, ta ndimoj në një student. Jo në pun të mira zbëjmë. Ne fatkesish më budalakia bëjmë. Aje, po i ka fuk ka inktarkës në darësëm 10.000 euro. Unë e 15 të tja fugi. Ama ti me borçve ndash, me borç, vetëm para njerëzve thojnë, ki i fort. Ne kur ta shofsh,
Kriza nuk vjen pi havaje xhamat. Vetë e bëjmë ne. Ne e shkaktojmë krizën. Ne i bëjmë problemet. Do thotë se mundofmi të bofmi ajo çka sjemi. Shumica e njerëzve sot në botë, a e dini kush reklamohen? Jo pasonikët. Pasonikët më të mëdhenj se kanë problem të veshet me raket thjeshta. Shtresa mesatare dhe fukarat shkojnë 100 raket më të shtrenjta. A e dini këtë punë? Statistiku ka bën në botën perëndimore. Kush gjen rake me firm, kush gjen rake me mark të shtrenjtë, nuk janë zotnit. Ata pasanikët e mëdhenj, jo. Shtresa e mesme edhe fukarat 80% janë ata që shkojnë blen tesha me firm. Sa i ka të kallëzohet qerve se unë e jam dikush. Sa i so kërkush jam do të kallëzohet se dikush. A i shkash e so në gusht e pasaniki, a e diti sa është milioner asosh. A i parët në gjepi ka. Ama të shkasen kur gjo, ata mundohen të kallëzojnë qerve se në ajo është dëni farbosi. E në të mundu që u kallëzojnë qerve, deri këtu në përborqe. Krize madhe, krizën e bëjnë njerëzit që madhe. Pra ndaj, duhet gjemat dunja lëkin, mos me u lodhë shumë, se dunjan shumë veta jenë lodhë në dunja, e në fund së ne kanë marë. Shumë pasanik ka pas kjo dunja, shumë mbretni ka pas kjo dunja, shumë perandor ka pas kjo dunja, ama a e ka marë dikush me veti. Glumovën, a e ka marë me veti në vorë dikush? Jo, Glumova ka kanë që këtu në para 500 vjetëve. Ka pas njerëzi këtu, e në para 1000 vjetëve ka kanë që këtu, po ka pas zotni, e ka pas dëni, ku e di unë qka ka pas, ama e ka marrë dikush? Jo, që ta këshin marrë sot s'de ishte, po që jemi ne, po mbas 100 vjetëve dhe në s'dejina, do jenë qirë, breza 3, generata 3, ama se ka marrë kërkushi me veti xhamat. Pra ndaj Imam Gazali, thot një fjalë shumë të mirë, thot, dunjaja është thot sikur ura, ka përce mbi urë, ama mës ndreq mbi urë. Mës ndreq shpije mbi urë, se su ka po ura të ndreq i shpi. Ura u ka po të ka përcesh. E xhamat, ne duhet dunja me kalu, se një dit krejt të shkojmë. Edhe pasanikët më të mdhej një dit delan, edhe perandorët më të mdhej një dit delan, kërkush me veti s'ka marrë kur gjo, atë shka dhe marrë që në punë të mira. Ama si cili kur dhe dalën botën tjetër t'i bere pishmon, o Allah, këthem edhe njerë, irgjiun, këthem, ama s'ka këthim, shkoj, shanca këthimi tasha, jo kur të vdesim o e ka pas, tash kemi mundësi që të punojmë, pregaditmi për daljen para Allahu Gjeleshanu. Syni nuk frihet kur njerë xhamat, syni kur njerë nuk thot bollosh, thot e valla që i bona 1 milion, tash nisi të rroj, kur e bon një, thot ta bojnë dhe një, se mirë kanë, hajde ti, i bon ti, thot edhe një ta bojnë, nes ndalësh, si ka thonë pejgamberi alayhis salam, biri Ademit syni thot si ambush kur gjon. Me adho thot një kodër me alton, i rinë syni te kjo qetra, thot mirë be kjo kodra, një kodër me alton, ta kije me në shket qetrën. Thot me adho në qetrën, thot mirë ta shibonat di kodra me alton, po e në shket tretën me e pas, hala ma mirë këtë u bon. E thot syni në njerit nuk e mbush, thot kur gjo vetëm dhevi. Veç dhevi, kur t'ja fugish di kubik zall e dheje në vërë, atër mbushet syni njerit. Me pare, me alton, me diamant, me qef, me knatësi, halasën e ka mbush kërkush. E xhamat kish ka njanin kin, shumë lakmiqar, shumë kish pas merak të kese tokë të madhe, ara, fusha, edhe i kish mbri perandorit të kinës në vesh, se mbretnin tënde është një njeri shumë lakmiqar. Edhe e kish thirë, kishon, hec pak të kënë. Kishon, a i e ti që qaj që ka shumë merak të kese toka, kishon, po valla, shumë i kom qef të kiem shumë malë. Po kishon, qka të duhet, a më një punon? Jo. A më një mbjellish? Jo. A më një larojsh? Jo. Qka të duhet gjitha e nëmë toke? Kom qef shumë të kiem. E po miri kishton kim breti, që unë dë tap tokë deri ku të ndalësh, që hec pite palati jem, e në hec, ku të ndalësh deri që gje dë tapu në toka jote. E në dolë xhamat, ki përshohë të azina si të nglumov, e në nisit hecë, mbrini si ka saraj, pak ju dukte. Thut, jobe, që glumovat e duket, hala, hecë, mbrini deri si ka shkupin atan, po pak be është deri këtu në halaja, jesa ka, nisit mbrini ka kumanova, hecë, sundalte. E në xhamat kish hup, su këthi më kur njëherë.
Qash lakmiqar hece se ne e kish hup më kontrolën, e kish hup vetin, kur se ne kishin gjetë se ku shkoj e njeri. E xhamat si t'lipi shumë fund jetë pa hiq. Për qatë duhet njeri me jetu thjesht në këtë dynja. Pejgamberi a.s. një ditë në xhami ishte shtri për toke. Edhe kish vu një hastër, e keni pa të hastrët kur falësh për jashtë dhe njerës janë si të kashtës, kështu me fije kashte. E pejgamberi a.s. me kish tru një hastër, edhe kish vu kryën, e në hini Hazreti Omeri. E kur hini Hazreti Omeri e pa pejgamberin a.s. u qu. E në ato vijet e hastrës, ju kishim vizatu në ftyrë këtu. Se kish shtri ftyrën, e ju kish bo ftyra këtë via. E në Hazreti Omeri nisi të kaje. Tha, ja Rasulallah, po thot, mbreti i romakve, mbreti Persis, thot jetojnë lukse, kajnë palate, kajnë kreveta me jastëke, me jargona të but, ato qafira, e thot, kajnë këtë luksuzët e dynjas, ti njeri më i zgjedhët i Allahit, pejgamberi i Allahut, të bohet ftyra për toke që kështune. Tha, vjen shumë keq. Tha, Omer, asje i knaqë, thot, ato thot t'i kien të mirët në këtë dynja, ne t'i kien në botën qeter. Ato t'i kien në këtë dynja dëshkoje. Netanyahi, që do t'a mare Gazën, do t'a mare Arabin, do t'a mare atë, po 75 vjetë, 77, do vdesën një 2-3 vjetë. A i marë me veti, si merë. A ke faraoni, su ndojt e gjimësën e dynjas, ku shkoj? Kanë shku gjemat, se ka marë me veti kërkush. Ama, i lumi aj që e boni palatin botën tjetër. E inshallah ta'ala gjemat, ne të mundohemi ta kemi ka një palat botën tjetër në xhenet, Zotit na e bëjt mundshme, të jemi prej banorëve të xhenetit. Inshallah Zotit çdo punë që i bëjmë si Ramazan, si jashtë Ramazanit, vazhdimisht që jemi në punë të mira, Allahit na e bëj kabull, e të jeni të vetëdijshëm gjemat, se çka bëjmë dynja, punë të mira, hajrate, që këto kanë të na ndihmojnë në ahiret. Që këto në ditën e gjykimit kanë të na çelin deri te xheneti. A qefët çka i kemi bë dhe jesin këtë dynja. Sende çka i kemi bë për këtë dynja dhe jesin këtë dynja. Ama të mirët çka i kemi bë, ato kanë të na dalin ditën e gjykimit, e kemi t'ja ushohëm hajrin. Inshallah Zotit na e bëjë të mundshme në ditën e gjykimit si jemi në këtë dynja bashkë si musliman, të jemi edhe në xhenet inshallah taala. Allahu koftrazim me gjitha punët. Inshallah ne si musliman të jemi gjithmonë në punë të hajrit dhe të takofmi çdo herë në vende ku Zoti është razi. Edhe njerë Zoti ka bunë këtë muaj të Ramazanit. Inshallah Zoti na i pranoi këto ibadete e dalim të falët prej mëkateve në ditën e Bajramit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.